Si shkoj punimet? Hajme të punu këqik. Mirë pas së dalë. Nuk ka rëndësi që si ka spon njëri, kjo është Dhe në radh parë ta thash na ditën, na boni njerëz me vlera me jetu dhe ne. Se këtu edhe lopët nuk i kemi na pas lëçu. Ne kena pas mallku veten, i thoshëm kur të ikim prej këtij veni. Të shim ta gruaja bab, nuk hiket më prej këtu. Burrësh me thon drejt. Ju përshëndes, dhe vim ta dimë kur të mbarosh, ha? Si do të thonë? Shumë mirë, bukur ka dalë. A mos i ka luat. Respekt dhe punë mbar. Pra, të gjitha pemën tu Rakip që janë të mbjellura këtu janë dhurat nga sipërmarrësit e zonës. Pra, bashkia s'ka blerë me paratë e vet asnjë. Domthon, afërsisht të mbjell rreth 110.000 pemë. 110.000. Nëse kthejmë në vlerë ekonomike, nëse të bleshim me para, dhe ishte krejtë e pamundur se shkën rreth 9 milion euro. Dhe të gjithë këj kontribut është falë biznesit dhe familjarëve të Pasuqanit dhe Kamzës, ku në e bashkuar në çdo vit për mbjelljen e pemëve. Sot duket vetë puna, mbështetja edhe qytetarëve. Voleybol, basketbol, calcetto, tualetet, kanë të lojrave atje, ka dhe vejtë asë shumë, për... Po, shumë mirë. Ta që ky është niveli maksimal i liçenit? Jo, s'kam rrit vetë ati pëse se merr shumë tokë. Në gjithë sipërfaqja është 84 hektarë. Vetëm pasqyra ujit është 15 hektarë. Dhe nuk kemi marrë sepse është gjinë, se në merë dhe ka, është e mjaftueshme sa afërsisht në liçeni i Tiranës. Dhe Tirana ka çat më 15 hektarë. Po, pasqyrë ujë. Dhe